territorin ja kom bë gati, në fund kanë thonë hajde në shkruaj, mos e në shkruaj tash. Tash unë do të më qenë donacion. E kom lënë stacionin kryesor për shkak të hapësira më konë shumë afër qytetarëve. E kem studençan ka më përru tash, për shkak i bë thojnë. Ose kom bën në stacionin e policisë se kanë kërkuar qytetarë siguri, unë e kom bë tash ja vlerësoj pse e ke bë. A kuptoni, domethënë tash ke mundësi dy fshatat më të mëdha në rrugë. Kjo që e ki pru që tu që të elaborat liber, është projekti më i mirë, por kjo objekti i rizja Afrikës që ka më bë që kom shu leje, që më kanë kërkuar me çu leje me da territorin ja kom bë gati, në fund kanë thonë hajde në shkruaj, mos e në shkruaj tash. Tash unë do të më qenë donacion. E cek edhe kjo vajza edhe kjo djali, domethënë ke mundësi me bë, dojmë, ndihmë, po na mungon infrastruktura. Njerëz Me plotsu kryetarin një çështje se përket numit Zerfekzit. Për 3 vite kemi lut Agjencioni e Menaxhimit të Verdzeca me shpallë konkurs për 30 Zerfeks Prishtinë. 3 vite i kem të dokumentuara takimet, emaillat që kam dërguar. 3 vite nuk kanë hap konkurs. Pse nuk e kanë hap konkursin, a din? Arsyeja vetëm ka qenë se pse ne si kryeqytet kemi kërkuar me pas një antar në komision përgjithës i komunës që me konë me mbikëqyr procesin e rekrutimit. Për arsye se në konkursin e fundit që ka ndodhur, janë marrë 22 dhe enda ato janë një ndër gjykata të shty, se s'kan mujt më punësu. Pse? Për shkak problemit që ka pas ish menaxhimenti i komunës me AME, nuk i ka pranuar ata punëtor, se nuk ka qenë pjesë e përgjedhjes.